A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi është për Allahun fuqiplot, salavat e selamet e dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Vazhdojmë sot me kapitullin e ezanit. Ezani në aspektin gjuhësor i bjen lajmërim. Wa adhanu min Allahi wa rasulih. Në surën Tauba Allah ka përmend ajeti 3 edhe lajmërim prej Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra, çdo lajmërim quhet edhan, edhe pse i thuhet edhe i'lam ose i'lan, por edhe kjo lajmërim i bjen. Kurse në kuptimin fetar, huwa al-i'lamu bi waqti salat, është lajmërimi për hyrjen e kohës së namazit me fjalë të njohura, të caktuara, të transmetuara ose të ardhura nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilat thuhen në një formë të caktuar. E normal do ta kuptojmë se si. Ezani është farza sunet, është sunet, domethënë huwa sunna muhkama. Sunet praktik i fort, i cili nuk ka, domethënë ose nuk bën me lënë për çef. Imam Ebu Hanife thot, e kanë pyet nëse një grup njerëzish në një qytet ose në një vend falen pa ezan, a kanë gjuna jo? Ka thonë, ata kanë kundërshtuar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që do të thonë insiston që më u thirr ezani edhe ikameti. Edhe thotë wa athimu, edhe kanë një çfarë mëkati. Një çfarë mëkati, do të thonë pse se është një ezani është një shenjë islame, që i bën se nuk bën me lënë komplet. Bën ti nëse e du falë të shtëpia jote mos me thirr ezanin e kametin, ose ke shku në gërbet dikun, edhe s'pe thirr në atë vend. Por në një vend musliman, ku nifet edhe me vendos katune me thonë diçka, kena mu falë pa ezan edhe pa ikamet, ose pa ezan mas jemi të falë pa ezanin. Jo, në këtë rast hyn në mëkat sepse po e lën një shenjë islame, që nuk bën me ulon. Pejgamberi alayhi salatu wasalam një prej formave që i ka dallu kur ka shku me rrethu një vend, a janë musliman apo jo, ka prit derisa të hynë vakti namazit. Nëse kanë dëgjuar ezanin që po thirret, atëherë e ka ditë që ata janë musliman. Edhe pse thuhet se ajo është vajib. Edhe këtë thot Imam Muhamedi, ku thot nëse një qytet ose një vend bashkohen për ta lënë ezanin mos me thirr, le qateltuhum, do t'i kisha luftu. Do t'i kisha luftu. E normal, nuk luftohet njëri kur e lën një sunet, por kur e lën një farz apo një wajib. E në çka themi? Themi se mund t'i bashkojmë këto dy fjalë, edhe të themi është sunet i fortë, që asesi me dëshirë nuk bën me ulan në trojet muslimane, në vendet islame. E sa i përket formës së thirrjes së ezanit apo shprehjeve, ato janë 15 shprehje, 4 herë Allahu Akbar, 2 herë ashhadu an la ilaha illallah, 2 herë ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, pastaj 2 herë hayya ala salah, 2 herë hayya ala falah, 2 herë Allahu Akbar, më thonë edhe në fund 1 herë la ilaha illallah. Kjo është ezani që Abdullah ibn Zejdi e ka pa në ëndër edhe e ka shqiptu pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të njëjtën gjë ka ardhur ka thonë edhe Omeri. E pastaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam as këtij as atij nuk i ka lënë me thirr ezanin, por i ka thonë shkoni, thuni allimuhu Bilal, fa innahu anda sauta, minka sauta. Shkoni mësojani Bilalit, sa i ka zamate edhe më të fuqishëm, më të madh edhe më të bukur. Kjo enda domethënë i bjen ma larg, që njihet ma larg. Por normale ka pas se lejohet edhe me zbukuru më në asaj që do ta përmendim. Pra, wala tarji'a fihi. Ezani është, nëse zgabojnë me dhejbin Shafi, tarji', ma huwa tarji', çka është tarji'? Tarji' thot është me i thonë shprehjet e ezanit njëherë në vete, pastaj me Zot madh. Kur të afrohesh te mikrofoni, njëherë me thonë
Allahu Akbar, në vete. Pastaj Allahu Akbar, apet në vete dyher, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Njëherë e thunë vete, pastaj me za. Qëto sajli thujnë tërgjirë. Me i përsërit të njëjtat shpreje që kimi thonë, me za, njerë me i thonë, në vetë vete, që kjo e bjenë. A është sunnet ajo, Imam Abu Hanife, po thotë që nuk është sunnet. Thotë nga se ezani është shpallje që ka zbrit për qiellit. Edhe ata që ju ka ardhur ezanin në ëndër, kur e kanë tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ju ka ardhur në ëndër, nuk është i përmendur kjo formë. Por ka rast kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu njonit Ebu Mahdhurës, edhe i ka thonë me bo me tërgjia, që shtu me përsërit ka dyher, ulemat kanë thonë, e kanë orientu këta, kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke mësu ati. Edhe i ka thonë, që shtë thamë unë e thuj edhe ti. Edhe e ka mësu, i ka thonë, thuj Allahu Akbar, a i ka thonë Allahu Akbar, pra pejgamberi, Allahu Akbar, a ja pet, Allahu Akbar, të banë, njëjtën e ka përsërit ky edhe ai. Edhe ulemat e medhebet Hanefi kanë thonë, nuk i kanë thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që kur çkan ti me thirr ezanin atje që çto bani atë dyher, njëherë në vete, njëherë me zon, njëherë në vete, njëherë me zon. Por këtu i ka thonë që jetu mësu sikurse nxënësin kur ta mëson Kur'an, një fëmijë kur ta mëson Kur'an, ja mëson kulu Allahun. I thu kulu Allahu ahad. Ato është ish me thonë thuj, ai thot kulu Allahu ahad. Kjo është për qëllim, këtu domethënë sipas këtij orientimi. Domethënë që tërgji nuk ka nevojë me bë, pse na kemi domethënë përsëritjen e ezanit, dikush është arsyetu se kur ti e thirr ezanin, të tjerë duhet me përsërit. Po ti ja pe përsërit, ti s'pe përsërit. Kanë thonë e bën që tërgjin si lloj përsëritje. Por më saktë është që s'ka nevojë se përsëritja është për ata të cilët e dëgjojnë jo ai i cili po e thot, që ai jo ai që po e thirr ezanin. E tham ezani kur thot ezani aty hyn edhe ikameti. Në të njëjtat dispozita pak ka shumë ose 99.9% janë të njëjta dispozitat e ezanit e ikametit. A dallon ezani dhe ikameti? Po dallon. Tham ezani është me 15 shprehje, kurse ikameti është me 17. Sipas medhebit Hanefi, njëjtë thirrët si ezani si ikameti. Domthon 4 herë Allahu Akbar, vetëm i shtohet ikametit fjala qad qametis salatu, që shqipi vjen gati është me u fal namazi, ose qad qametis sala, po falet namazi. Në këtë kohë, dhe më thane, me dhejben Hanefi, kur thotë hayya ala sala, hayya ala fela, qohët imam edhe gjemati, në kam, pasaj kur thotë qad qametis sala, imam e merr tekbirin fillestar Allahu Akbar. Bashkë me të gjemati. Kështu përmendet, por mrena me dhejbet është i kundërshtuar ky veprim nga disa ulema, me dhejbet Hanefi, ku thonë se jo, duhet me prit derisa të kryet krejt, sepse kjo e pengon muezinin që me marr tekbirin fillestar bashkë me imam. Normal, në këtë ngutje nuk kam pa që ka diçka argument. Mirë, thirrja e ikametit me dhejben Hanefi, pra banë sikur se ezanit, duke ashtu qad qametis salatu, qad qametis salat. Mas hayya alal falah, hayya alal falah, qad qametis salatu, qad qametis salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Në medhejbet tjera, është i lejuar, si të mos të Hanbelit, është i lejuar ikameti me u shkurtu. Jo ka 2 herë, po ka 1 herë. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya alal salah, hayya alal falah, qad qametis salah, qad qametis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cilla është ma sevap, të dyjet janë transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk ka problem, as nuk bën me ba për çami as fitne, të na thuhet
në formën sikur se ezani me 17 fjalë, nuk ka nevojë me ba zhurmë rreth kësaj. Mirë. Wa huma sunnatun lis-salawati al-khamsi wal-jumu'a. Edhe ezani, edhe ikameti është sunet, po thot autori, për 5 vaktet edhe për gjuma. Kush po dal pikë kësaj, pikë këtij suneti, po dal bajrami, edhe po dalin namazet nafile, edhe po dal namazi i zenitit, edhe namazi i kërkimit Allahut duas për me rashi. Këta dalin që e me kuptu se në këto namaze u falen me xhamat, apo u falen vetëm, nuk kanë ikamet. Po ashtu po dal edhe taravija, s'ka ikamet në taravi. Pra, vetëm për gjumaja e lunë rolin e drekës në fakt. Prandaj edhe nëse thot falen pa ezan edhe pa ikamet, ma sakta që namazi është i pranum. Namazi është i pranum, por e kanë kundërshtu sunetin i cili nifët që prej kohës pejgamberit alayhi salatu wasalam desat. Yazidu fi adhan al-fajr ba'da al-falah as-salatu khairun min an-nawm marratayn. Shtohet në namazin e sabahut, masi thush hayya al-falah, shtohet as-salatu khairun min an-nawm. Namazi i sabahut, ju e dini, ka 2 ezana. Ezanin e parë normal thuhet, thirrët sikurse i drekës e i qinis. Kurse në ezanin e dytë, as-salatu khairun min an-nawm, sepse i pari është për me i çu njerëzit, e i dyti është për me arë në xhami mu fal. Bilali kur ka fillu me e thirrë ezanin, ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë, edhe Resulullah alaihi salatu wasallam ka të fletë. Edhe Bilali ka thirrë të dera ati, ka thonë, as-salatu khairun min an-nawm, namazi është më mirë se gjumi. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur ka dali ka thonë Bilal, thuma edhe njerë që të shprej, e ka thonë, thot, sa mirë që qenë ka, vendose thot në ezan në filan venin, që aty ku thuhet që tash mirë. A thuhet kjo vetëm namaz sabahit? Po, vetëm namaz sabahit. Jo namazet tjera. A ban me thonë namazet tjera? Është një fjalë tethwib, i thot shqip qësaj as-salatu khairun min an-nawm, qësaj shtojcës. Por me shtu diçka në ezan, jashtë ezanit, a është e lejuar diçka tjetër? Themi, nuk është e lejuar, sepse nëse çdo kush shton diçka, tu është përmend që bën me shtu në diçka e cila e tërheq vërejtjen më shumë. Por më saktë është jo fjalë me shtu, por me shtu gjëra dytësore, të cilat ndihmojnë për me nin njerëzit e zanin. Për shembull, me nërsh një minare me të gjatë, me i bë do mikrofona që thrasin më shumë e zanin me një më larg, ose mi marrë do mikrofona prej xhamis mi çu 1 kilometër larg me kabla, që me një ata ma larg. Kjo është e lejuar, por me shtu në ezan, që kjo që ka shtu Bilali, a ka shtu Bilali? Se ka shtu Bilali. Bilali ka thonë të dera pejgamberit alayhi salatu wasalam. Të dera. E pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë venën ezan, që i bjen se është pjesë e sunetit. E ka një pejgamberi alayhi salatu wasalam deri në vdekje, e ka një sahabët. Edhe ka vazhdu, ymeti e ka pranu si të tillë. Prandaj, të shtosh fjalë në ezan, nuk është prej sunetit. Ta kuptojmë këta. Wa yurattilu al-adhana wa yahduru al-iqama. Yurattilu al-adhan është me thonë ezanin me thirrë ezanin me një melodi pak më të bukur, pak më kadales, pak më heshën, me një zonë pak më të lartë. Që kjo, pak a shumë është tertilu al-adhan, edhe al-hadr fil iqama është me thonë pak më shpejt. Nuk thuhet njëjtë, si ezani si ikameti. Ikameti thuhet më shpejt. Kalohet më lehtë. Nuk ngrihet zani shumë lart, sepse ikameti është mbrana xhamis.
ezani është jashtë xhamisë, për me ni edhe njerëzit tjerë. Kur ta thirrësh ezanin edhe ikametin, është sunet me u kthy ka kibla. A lejohet në anë të tjera? Lejohet, por është sunet me u kthy ka kibla. Sidomos në ezan është sunet më i fortë. I vendos thot këta dy gishtat në vesh, kështu, edhe thirrën këtë formë. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e ka këshillu Muadhin, më falni Bilalin, e ka këshillu që me vendos thot për arsye se nihet më larg, edhe del më bukur. Do të më dhanë e vendosin kështu te mikrofoni që e kanë gojën e dikush neonin. Por suneti është nëse vendosen të dy durt. Me daljen e mikrofonave, ai ka me të kësaj punë vendosjes së gishtave, mendoj që praktikisht nuk i ka me të më punë, se mikrofonin e ki aty, edhe i bankin me një dhomë ose i vendose, por si pasimi sunetit, normal që është heshen me e vepru qashtu si pasimi sunetit. Wa yuhawwilu wajhahu bis-salati wal-falahi yaminan wa shimala. Thot e lëviz kokën djathtas edhe majtas te hayya al-salah edhe hayya al-falah. Kjo e lëviz kokën, domethënë nuk kthehet me krejt trupin, me kamë me krejt. Trupi qëndron drejt. Hayya al-salah edhe tjetërën pëshall hayya al-falah. Tash, i kemi dy hayya al-salah. A me bon njërën hayya al-salah, hayya al-salah, hayya al-falah, hayya al-falah, ma sakta jo kështu. Po hayya al-salah ka djatha, dy herë, hayya al-falah ka majta. A ka tolerime gjithmonë ka. Ka vend për tolerim. Por, që kjo është forma më saktë. ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب. Thot, masi ta thirr ezanin, është mirë më ul, mos me thirr me njerë ikametin, përveç në akşam. Kjo më ul, na din që ka sunet, mas ezanit sabaj dhe në farz, dhe në ikamet. Ka sunet në drejk, ka sunet në ikindin, edhe pse është ma i dobë se. Po në akşam dhe një atësi s'ka sunet, ma sakta. Qka me ba, thot, me qëndru edhe një atësi, nëse themi që s'ka sunet parë, nëse pajtohemi ma ta. Atëherë, për akşam, në një atësi, i falë bille 2 reqat, me ezanit edhe ikametit. Më baje e shkëputja, mos mu thirë me njerë u kry ezani, me njerë mu nisi ikametit, përveç thot në akşam. Përveç në akşam, me janis me njerë, sepse e dinë që në akşam, me dhejbe në Hanefi, insistohet mu falë sa ma shpejt akşami, përveç nëse jenë dyshim a ka hi, as ka hi akşami, e kemi përvanë një javën e kaluar. Po sa me prit në akşam, prap, thot, edhe pse, do të me njerë me anis, thot, presish sa mi lezu 3 ajete të Koranit. 3 ajete, pa në zanë, inna atajna kel kauthar, fasalli li rabbike wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar, janë 3 ajete. Ma të shkurtët, surja ma shkurtë në Koran, për i vjen dikun një 20-30 sekonda. Pret, mos me ardë dikush për artë parë, një jo musliman gjami, kur ta thirësh të ezanin, edhe janis me njerë i kametin, a i mos me menu që janë të ngjitura këto, dyjat njëna me tjetërën. Po me ditë që kjo ke diçka tjetër, kjo tash është diçka tjetër. Ke bon një shkputje, sa më kuptu që ka pas shkputje mes tyne. Wa yukrahu telhinu fil adhan, lianahu bid'a. Telhin është çdo stil, dridhje, zgjatje, kele efekte që dalin nga ajo e njohura e sunetit. Bën me zgjatë ezanin 6 shkallë. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
bën me zgjat, hajde që 7, hajde 8, ama të zgatesh 20, Allah ka harruaj, të ba. Kjo nuk ban. Se shkallë masalena 20 shkallë. Pas gjatë 6 shkallë, edhe nxjerrja, kjo është bidat. El-meddu zaid wa tatrib mithl al-aghani, edhe mi ngjas stilit të këngëve. Ezani është ezan. Prandaj na shohim disa këngëtarë kur e thirrin ezanin ose kur lexojnë Kur'an. Janë këngëtarë ata me renome, po që kështu botërore, e kanë atë stilin e vetë, zanin e mirë për stilin e vetë. Kur e thirrin ezanin, nuk e thirrin mirë ezanin. E shet ti që ky ezanin aty trajtu një stil të muzikës, të këngëve. Edhe nuk i del bukur edhe pse në origjina e ka ezanin e bukur, se ezani ka një stil të vetë në ryshe. Në ryshe. Edhe nuk ta tërhekë vëmendjen, nuk ta knaq shpirtin e zanit ti. Prandaj duhet me pas kujdes në këtë pikë, mos me kalu në bidat. A lejohet me e zbukuru zanin? Lejohet. Po nuk bën me dal prej asoj të njohur, se zani, pse i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Bilali me thirr ezanin. E ka pas edhe më të madh zanin, edhe më të bukur. Muezini prej sifateve të muezinit është mirë mu kon që ka zanin e mirë, me i afru njerëzit. Na kemi raste kur, sinqerisht, unë jam hoxh, po e them këto, po e përmeni hoxh, për me kallëzu sa mu më irriton kur e thirr dikush ezanin edhe sa kërka, edhe ta gërdit ezanin. Por kur mu ndodh çashtu, po ati që s'falet, ati që s'është i xhamis, ato e tranon krejt. Nuk është arsye pastaj me thonë, kur vjen dikush edhe thot, mos e lëni be filan me thirr ezanin se katastrofë me thirr. Ti mu çu mi thon, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shejtanat ikin ku tanin ezanin. Kjo është budallaki. Kur mu më pengon. Më thonë, na nuk kemi problem me ezanin, kemi problem me zërin e ti, që ka katastrofë, edhe qotë aty e thirr ezanin edhe bën karamshin. Ja hub hjeshin fjales Allahu subhanahu wa ta'ala. Apëton edhe ti të vjen marrë në xhami ku ngushtosh, ku t'janisa e apëton, a të bë lufta. Ezani ka një bukuri. Duhet natyrshëm me rrjedh, sikur sa ai uji kur rrjedh, domethënë për një burimi qetë, ngadalë, bukur. Nuk i ka masiklet, edhe andaj ju këshilloj se ju shumica e thirrni ezanin për juve. Allah ju përmirësoft. Keni kujdes, ha? Thot, wa idha qala hayya 'ala as-salah, këtu një vrejtje, po du me të rejkë ma shumë për ata që kanë me ndëgju në media, këtu në internet. Hayya 'ala as-salah edhe hayya lel felah. Hayya 'ala as-salah. Lë nuk ka këtu të hayya lel salah. Pa lë. Hayya 'ala as-salah. Të hayya lel felah ka lë. Kjo është dallimi. Me pas kujdes. Kur thot hayya 'ala as-salah, te ikameti, qama al-imamu wal jama'a ijabatan lid-du'a. Thot qohen kam imami edhe xhamati me u përgjigj kësaj thirrje hayya 'ala as-salah. Wa idha qala qad qamati as-salah kabbaru tasdiqan la. Kur thot qad qamati as-salah, muezini imami thot Allahu akbar, lidhen në farz. E përmena pak ma herët, po thot Ebu Jusufi, la yukebbir hatta yafruga liyudrika takbirat al-ihram. Nuk duhet me pa u krye krejt ikameti, me bën tekbirin, me marr tekbirin, se edhe muezini duhet me zon tekbirin fillestar. Wa idha kana al-imamu ghaiban aw huwa al-mu'adhdhin la yaqumuna hatta yahdur. Nëse imami s'është në xhami, po na dim që është aty për jashta,
edhe nisti ikametin me ba, penin imami ikametin. Gjemati mu qunë kom jo, se s'ka hy, imami, prej sinul, edhe pse ke thonë hajale salah. Po nëse imami është vetë imami, vetë muezini, i njëjti person. Prap, te ta kryn që ky imami ikametin, nuk qohën gjemati. Masi ta kryn ikametin, qohët e veni imamit del, muezini, qohën edhe gjemati lidhen me ta. Mirë. Kemi edhe pak. Wa yu'adhdhinu lil fa'itati wa yuqim. Thot, nëse ka ndodh që të ka ikni namaz edhe jetu e fal kaza, a me thirë ezan edhe me bën ikamet, thot e thirë edhe ezanin edhe bën ikamet. Kështu ka vepru pejgamberi alayhi salatu wassalam atë ditë kur i ka ikë namazi sabahit, që ka qenë në udhtim apo në betejë. Wala yu'adhdhinu li salatin qabla waqtiha. Por nuk bën me thirë ezan për asnjë namaz pa hyrë vakti. Se ezani çka është? Është lajmërim. Ti pi lajmëron njerëzit falë, no? Drejka është 1, ti pi lajmëron 11:30. E ke thirë para vaktit. Se ke thirë me vakt. Domethënë ke gabu. Çka me bë atëherë? Nëse e ke thirë para vaktit, kur ty e vakti, e thirësh edhe një herë. Po kjo që u përmend më herët, nëse ndodh që ju ka ikë namazi, edhe tasha me thirë ezanin ajo, pejgamberi ka thirë sallallahu alaihi wasallam edhe ezanin dhe ikametin. Nëse ndodh që i ka ikë krejt xhamatit, është një grup kanë shkuar në udhtim, ose janë në një vend ku krejt grupit i ka ikë namazi, atëherë thirrën edhe ezanin dhe ikametin. Por nëse ti në shpitone, s'ka dal gjumi ty, edhe e qu në ora 8 sabahin, xhamiat e kanë kry namazin, në këtë rast ti nuk thirë ezan, se është sunet me thirë ma ezanin, se veç e kry ezanin, atëherë veç e ban ikametin për vete. Pra, e ban veç ikametin, kjo dallim. Wala yatakallemu fil adhani wal iqame. Nuk është mirë me fol muezini kur e thirë ezanin ose ikametin. Tu thonë, ashhadu an la ilaha illallah, ati tjetër t'ja ba, shko merre filan senin. Jo, jetu e thirë ezanin, jetu e thirë ikametin, nuk fol. Por normal, është edhe sunet me përcjell ezanin edhe ikametin, po ezanin ma shumë xhamati. Edhe ata nuk është mirë me fol gjatë ezanit, po me përcjell. E thirë ezanin edhe ikametin duke qenë me abdes. A lejohet pa abdes? Është urrejtur, por nuk është që ndalohet. Është urrejtur, por nuk ndalohet. Edhe nëse e thirë pa abdes, atëherë ezani është i pranum, ikameti është i pranum. Nëse e thirë gjunub, ma saktan nuk ban. Gjunubi me thirë nuk ban. As ezanin, as ikametin. Po s'ban as si gjunub, as pa abdes ikametin. Pse? Se mas ikameti duhet mu lidh me njerë namaz. A i pe thirë ikametin, kur me shku me marrë abdes? Por nëse, po e nëzojmë që imami ka mu vonu, edhe i ka ardhë punët që ashtu muezinit që me thirë ikametin pa abdes, nuk ka problem, inshallah ta'ala, por nuk është zgjidhja ose forma më e mirë. Edhe fundit, thot, wa yukrahu al-adhan qa'idan. Nuk është sunet me thirë ezanin ul. As ikametin me thirë ul. Po duhet më konë kam. Ebu Hanife e ka urrejt që muezini më konë person që bën mëkatet haptas. Mëkatet haptas. Sidomos mëkatet e mëdhaja. Këtu hyn edhe muezini i cili e kundërshton sunetet. Për shembull, që është suneti i mjekrës, se fajr hyn edhe kjo. Edhe këtu është duhet me pas shumë kujdes. Au ya'khudha 'ala al-adhani ajra. Ashtu thot, nuk ka pëlqyer e ka urrejt muezini me marr pagesë për pare. A bën me marr pagesë për ezan, muezini. Kemi dy muezin,
të jemi të sinqertë dhe të saktë, muezin në kohën e vjetër ose në për disa vende akoma kjo është traditë në për fshatra sidomos, kur nuk ka muezin të caktuar. Edhe kush mundet të thirr ezanin. Nuk bën këta muezin që s'janë muezin zyrtar, me thonë unë e thirr ezanin, më japni 2 euro tash pas ezanit. Se e thirr ezanin ose ikametin. Por nëse fillon në një vend organizohet jeta fetare, edhe institucionet përkatëse e marrin një muezin, e marrin edhe muezin, edhe mbikëqyrës xhamis, edhe pastrues xhamis, atëherë ai nuk ka kohë më marrë me punë tjera, por çka bën? Veçohet veç me shërbim të xhamis. Në këtë rast ky për me rujt familjen, i jepet nga institucioni përkatës një pagë, njëjtë sikur se janë muezinat sot, muezinat në vendin tonë. Elhamdulillah që janë çështu të ahsanët me qëllim që mos marrë çdo kush me thirrë ezan sipas dëshirës. Normal muezinit jepet përparësi në thirrjen e ezanit, e kam fjalën muezinit, s'bën me shku çdo kush me thirrë ezanin ose ikametin me kap mikrofonin i pari pse ka në xhami. Po duhet mi thonë muezinit gjithmonë, bën me thirrun e ezanin. Nëse e lën muezini mirë, nëse jo, muezini s'bën me ardh marrë, me thonë po vjen marrëm, s'po du me lën, po vjen marrë. Jo, duhet mi thonë fal, po jo s'muj me të lanë. S'muj me të lanë. Sidomos nëse ka vrejtje thash në ezan. Duhet me ezanin, a bën ju përzi dikush muezinit në ezan kur me thirr? Jo. Qohen do pleq, i këshyrin sahatat, piktun saf parë dhe muezinit ja bajnë. Kresi atje. Muezini është në presionin e tyne. Muezini ka sahatin e vetë, e ka përgjegjësinë e vetë. Si përzihet kërkush. Bile më saktë është që as imami s'ka drejt me jo përzi muezinit në ezan. Imami ka drejt me jo përzi muezinit në ikamet. Muezini nuk guxon me çu me thirr ikametin, e bën një marrëveshje imam muezin. Për shembull, mundet me thonë imami qyre, kur t'ja punë selam në sunet, ti çu thirr ikametin, pa marrë parasysh në xhami, a kanë kry sunetin, a se kanë kry. Kjo marrëveshja e parë. Marrëveshja e dytë, kur ta bëjmë me shaj, çu, ata më marrë vesh. Marrëveshja e tretë, thot, kur qohëm unë edhe afrohem aty të veni imamit, edhe ku më qitë këtë kapuqin, ti dije që edhe qoti, si shaj për me. Pejgamberi a.s. e ka pas shaj, Bilal e ka thirrë ezanin vetë. Pejgamberi nuk i ka thonë se Allah se më thirrë. Por, kanë falë sunetin, Resulullah s.a.s. në dhomë të vetë e ka falë. Kur ka dalë pejgamberi s.a.s. të dera që, o qelë dera me në xhami, Bilal e ka ditë edhe që e ka thirrë, ikametin e ka pas si shaj. Momentin që pejgamberi del për me arë në xhami, prej dhomës vetë, vjen në xhami, ajo kon shaj e nisjes së ikametit. Pra ikameti me shaj të imamit. Varet që bëjnë marrëveshjen e rëndësishme, nuk është obligim i imamit as i muezinit me prit kretë xhamatin a falën kretë sunetin. Se mundet më kone xhami rrethudhës kryesore, sa ta falin ja dy, vjen ja dy, ty të shkan gjysë orë ose një orë të prit me falë kretë sunetin, a falët kretë edhe për falin farzën. Imami si të qohet për me falë farzën, ty nuk të intereson si muezin ti e bësh ikametin. Normal, preferohet që muezini më kanë sa më i devotshëm, me pas njohuri për fe edhe dije, edhe me njoft mirë kohët e namazit. Edhe pse tash kjo nuk vlen kohët e namazit, se është takvimi i gatshëm. Edhe më kanë i rregullt në xhami. Këto janë disa prej pikave që ishin të nevojshme të kapitulli i ezanit, lutja Allahun që të na falet, na mëshiroj, edhe të na shtoj dijen. Walhamdulillahi rabbil alamin.